Prit. Duke telefonin Nez. Prit. Ai ka ardhje breja s'ka letë. Okej. Gati. Pas bëni Ai më është shumë. shok sigur. Sigur A duket Po, Nez në zhurmë. zoti. Albi. Ha. Tani fillon. Qetësi. Duket telefoni? Po hëm? Ullet rritën në fundë. Duket nga plani tjetër. Jo, nuk duket. Këtu duket. Vetëm. E kam sinqerisht duket? Këtu duket. Ktu s'duket. Si duket? Telefon. Ullet rritën... Po këtë thjesht mbaje normal. Po si do i lexosh pyetjet me aq dritë ti? Okej, lesë do e marr në dorë, plak, çka ka? Po, mba ndër. Nisësh? Gati do themi përshëndetje 2000 kohë. Një. Prit se kam streamuar të ndar. Një, 2, 3. Përshëndetje të gjithëve. A va, ja të themi një përshëndetje. Përshëndetje të gjithëve. Po, përshëndetje i gjithë ndjekësit tanë në YouTube. Përshëndetje, mirë se vini në një, do themi një përshëndetje, pastaj do thosh ti, mirë se vini një episodin në radhës të BU Podcast. 3, 4. Përshëndetje. Mirë se erdhët në episodin e radhës të Të BU Podcast. Sot do të flasim një temë shumë interesante ku na prek të gjithë studentëve dhe është pikërisht Internshipet. Okej. Okej, ka që shyrja, pastaj vazhdojmë me pjesën Të ftuarit. Okej, ftuari jon sot është një prej studentëve tanë në degën e marketingut dhe është pikërisht Jorgaj Shulje. Atëherë, edhe Bora edhe po ta them Jori shkurt, më lirshëm. Si duhesh. Dhe Bora dhe Jori kanë kryer internshipe dhe unë kam zgjedhur disa pyetje që të kuptoj më mirë se si është bota e internshipit, se për çfarë na shërbejnë dhe ku mund bazohemi që të kërkojmë të duhurin. Dhe pyetja e parë është cila ka qenë shtysa që vendose të kryej një internship. Po shiko, sa gjëra mund të mësosh ti në universitet nga librat për profesionin që ti do kesh në të ardhmen. Do të thënë, okay, ti vjen rregullisht në mësim, ndjek leksionet, seminare, provime, gjithë këto muhabetet, por nuk mund ta mësosh atë pozicion pune që ti do të kesh në ardhmen apo që mendon që do kesh në momentin që ti nuk e prek. Po. Plus të buja ka dhe benefitin që ti filloni të shpeshin në vitin e parë, nuk pret shumë deri në vitin e tretë, që mund të pendohesh dhe për studimet që ti ke filluar. Dhe ti fillon që në vitin e parë duke prekur këtë botën e biznesit apo ti është profesionalizëm që në atë periudhë. Kjo është shtysa kryesore që unë dhe shumë studentë të tjerë besoj kanë patur. Po për Borën? Edhe për mua, pari thënë ato që tha Jori, nuk ka asgjë më të mirë se sa ato që ti po studion ta prekësh nga afër dhe ta njohësh vërtet si funksionon bota e vërtet, si ti themi ne. Po. Atëherë kisha edhe një pyetje tjetër, cilat kompani zgjodhet për të kryer internshipet dhe pse? Domethënë, juve ju është dhënë një listë me bizneset përkatëse që duhet zgjidhnit dhe pse zgjodhet pikërisht atë biznes. Jo domosdoshmërisht listë, sepse para disa muajsh u zhvillua panajri Panajri i punës, punës. ku shumë kompani, siç janë kompanitë e Balfinit, po jo vetëm, edhe në universitet, për të hedhur këto kandidaturat e tyre që studentë të vinë të kryejnë internshipe. Po. Dhe sigurisht aty u mbulodhëm të gjithë ne, kryesisht në të vitit të parë, që të shikonim mundësi internshipesh. Dhe flasim që ishim kompani të shumë profileve të ndryshme, duke filluar që nga real estate apo ndërtim, shitje, financa, aty ku unë specifikisht shkova. Kuptohet që secili student në këtë gamë të gjerë zgjedhjesh do shikonte atë interesin e tij. Unë specifikisht zgjodha institucionin financiar NOA, sepse vet kam interes për pjesën e financave dhe mendova pse jo thjesht mos mësoj për këtë industri të gjerë në këtë institucion. Dhe hodha si vin time dhe kuptohet përgjigjja doli shumë shpejt dhe aty pas e fillova. Unë zgjodha një ndër kompanitë më të mëdha të Balfinit, që është Neptuni. Kjo sepse është një kompani që të vën gjatë gjithë kohës në kontakt me njerëzit, edhe mendoj që është një kompani shumë e mirë për njerëzit të cilët duan të Ikse harrova çfarë të thoja. Vazhdoj aty, mos e Po prit ta formuloj Okej. Çfarë thash unë? zgjodhe se kishte shumë njerëz. Kishte shumë kontakt me njerëzit? Po nga e para. Ishte më e madhe. Networku. Ta them të mos zgjodha Neptunin sepse tani s'të ke. Po.
Atëherë unë zgjodha një ndër kompanitë më të mëdha të grupit Balfin, që është Neptuni. Kjo për shkak se është një kompani e cila të vë gjatë gjithë kohës në kontakt me njerëzit dhe është një mundësi shumë e mirë që ti të rritesh personalisht, po kjo jo vetëm nga ky aspekt, por dhe profesionalisht. E kuptoj. Atëherë për sa i përket zgjedhjes tuaj, cilat ishin pritshmëritë tuaja që gafa ime tonë? Pse mos kuptoj tani pyetje, pritshmërinë në çfarë kuptimi ishte? Pritshmëritë tuaja gjatë kësaj Çfarë eksperience? prisi ti të fitoje nga ky internship? Atëherë unë doja dija cilat ishin pritshmëritë tua gjatë kësaj eksperience. Pritshmëri. Po flasim për një eksperiencë pak më të gjerë, e cila ndihmon nga ana e njohurive në momentin që ti zhvillon dhe Është më serioze se shkolla. Është më serioze, është goxha më serioze. Tani, okay, nuk mund ta anashkalojmë seriozitetin e mësimit, Po, normalisht. por në momentin që ti e prek situatën me duart e tua, përveç eksperiencës që ti merr për në të ardhmen, që shiko se unë e njoh këtë proces pune, Po. këto njohuri ndihmojnë edhe në shkollë. Se ti shikoni situatë dhe thua, okay, unë këtë e kam për në punë. Po, edhe jemi përgatitur. Dhe jemi përgatitur. Sigurisht ky është benefiti. Plus për të mos të pastaj edhe pjesë e njohjeve, se ti njihesh me kolegët. Po, kemi atë networkun tënd që të ndihmon në të ardhmen, se shiko. Po, se nëse ti po themi ti tregon një performancë shumë të lartë aty, nesër deri në momentin që ti do aplikosh në punë thon, po shiko se ne e njohim Borën, ka qenë studente tek neve, ka bërë internship dhe ka qenë e gatshme, ka punuar, është shumë i përgatitur. Dhe qarkullon pastaj fjala. Po. Gjithashtu, krijimi i networkut ishte një ndër pritshmëritë më të mëdha që unë kisha, sepse është shumë e rëndësishme të krijosh atë rrjetin tënd me njerëz që e di që do të ndihmojnë, po dhe vetë si internship të ndihmonte në ecurinë tënde në punë edhe në formimin tënd. Dhe tek e fundit janë njerëz që ti vërtet do kesh të bësh në të ardhmen dhe do të shërbej për diçka. Po dhe sikur mos kesh të bësh, nga ata ti njeh një person të dytë. Dhe ai do t'i japi pasaj fjalë të mira për ty dhe ti vazhdon zhvillon atë networkun. Zgjeron të gjithën. Mendoni se ky internship do të ndihmojë në krijimin e karrierës tënde të ardhmes? Po dhe jo. Sepse Pse po dhe pse jo? Çdo gjë varet nga interesat, se si ti ke deri në fund të universitetit. Ti çohesh me një mendje dhe fle me një mendje tjetër, siç thonë. Vërtet po. Dhe unë momentalisht jam marketing, internshipi ne kam për financë, nuk ka lidhje fare. Ta themi kështu. Po pse e zgjodha? Pse e zgjodha unë? Sepse Apo duhet që një spektër Pikërisht. Kjo është e mira e këtyre internshipeve që ti zhvillon që në vite parë, siç e përmenda edhe më parë, ti shikon gjithë gamën e ekonomisë. Po. Pra unë po bëj një bachelor në marketing. Okej. Dhe zgjodha një internship në financë. Herës tjetër mund të bëj një internship në menaxhim. Ti kesh si bonus. Dhe ti shikon gjithë gamën dhe ti kur ti je në vit 2 universitet, ti ke një horizont më të gjerë. Të gjithë çfarë përfshin ekonomia duke, ndoshta edhe turizëm pase. Pra, në qoftë se unë bëj internship në marketing dhe më pëlqen, kjo do më ndihmojë mua më shumë në karrierën time. Po. Internshipi që kam bërë specifikisht në financë mund dhe të më dyzoj, të them unë jam në marketing, unë jam për financë. Po. Kjo është thjesht, si të thuash, vendosja e vetes. Po, thjesht vendos veten aty ku ti shikon që ke dhe interesa, po ke dhe aftësitë tua të lindura, po them, ose të zhvilluara gjatë kohës. Dora? Unë mendoj që do më ndihmoj shumë të rritem nga ana ime profesionale, se siç e thash, Neptuni të vë gjithmonë në kontakt me njerëzit, e mendoj që marketingu, pavarësisht se shumë mendojnë që ka të bëjë më shumë nga ana digjitale. Ti ke pasur besoj kontakt me çdo departament të Neptunit apo Po. jo me Kisha kam prekur çdo departament, Dhe po kjo është një bonus. më shumë, po, normalisht. Kam qenë fokusuar aty ku zgjodha të bëja internshipin. Dhe mendoj që është diçka shumë e mirë sepse unë arrit të kuptoj që në rregull, unë këtu jam dhe këtu do vazhdoj të qëndroj. Domethënë ti i preket gjitha dhe qartësove mendimet e tua se ku do. Po, sigurova që dua të vazhdoj në këtë rrugë që jam. Dhe specifikisht në anën e marketingut ti shikon, nëse je tek zona e dizajnit, ke kreativitetin për të krijuar logo siç është logoja nga pas, apo je në sektorin e shitjeve, në pjesën e komunikimit me klientët dhe për t'i byndur këtë shesësh një produkt. E shikon të gjithën. Atëherë unë kam një shprehje që ka thënë Sheryl Sandberg, dhe thotë: internshipet janë gurët e parë të shkallës në karrierën tënde. Aty ndërton aftësi, krijon lidhje dhe kupton çfarë lloj pune dëshiron të bësh në të ardhmen. Dhe doja një koment nga Jori se si e kupton këtë shprehje dhe është e vërtet mjaftueshëm kjo shprehje. Nuk do thosh është e vërtet mjaftueshëm, është e vërtet plotësisht dhe nuk ka ndonjë shpjegim shumë të madh që mund t'i jap, sepse ajo është e shpjeguar vetë.
ti merr atë eksperiencën tënde, ti krijon ato hapat e parë të karrierës tënde. Po. Dhe ka diçka, unë do thosha diçka tjetër. Pa këto internshipe, pa këto praktika, ngjitja e kësaj shkalle gjatë gjithë jetës bëhet më e vështirë. Se ti bën internship në këtë moshë, të re, as 20 vjeç. E një këtë proces puni që tani, dhe ti do s'do të bësh gabime. Ta themi kështu, nuk ka person që nuk ka mësuar nga gabimet. Po ti bën gabime tani në internship dhe nuk e cënon as kompaninë ku ti je me ndonjë gjë wow që mund të prishë gjithë punën e tyre, po dhe ti nuk i prish punë vetes tënde duke prishur gjithë këtë CV-n tënde që shiko se del ai embri që ti ke bërë këtë gabim më parë. Ti siç mëson në universitet, ti mëson dhe në internship. Dhe krijon gjithë këtë shkallën, nëse do ta vazhdoja me këtë terminologji, që ta ngjitesh më kollaj. Dhe nëse deri ti nga një person i thjesht në moshën 19-18 vjeç sa jemi, ti mund të bësh shumë kollaj, nuk po them CEO direkt, po mund të vesh një menaxher shumë kollaj. Se ti e ke bërë këtë ekspertizën tënde të gjithë procesit. Nga hapat e para. Pa kaluar gjithë hapat e parë në momentin që ti sa del nga universiteti në moshën 25 vjeç, që nuk ka nerva njëri të tregojmë sinqert. Ti e bën që tani dhe ec, jepi gaz. Dhe unë mendoj që studentët kohët e sotme nuk duan ta fillojnë një punë nga hapat e parë. Për shembull, marrim rastin më bazik, të punosh kamarier për shembull. Gjithë do të kalojnë menaxher. Asnjë nuk do ta nisi nga zero dhe të rrisi eksperiencën e vet, të provoj që ai e bën mirë atë punë dhe të vjen në pozicionin që meriton. Po, dhe të paktën nëse do që ta fillosh nga zero, filloje në moshë sa më të re. Që me gjithë rritjen që ti do kesh me moshën, me gjithë maturimin që do kesh, ti ke dhe njohurit e gjithë atij procesi pune, po jo vetëm. Dhe kjo të jep një shtys më të madhe në fund. Atëherë Bora, ju paka shumë e keni prekur gjitha fushat tek internshipet që keni bërë dhe doja thoja si u adaptuat me kushtet e punës, me rregullat e punës, me oraret, me gjitha gjërat. Tani, për t'u adaptuar ishte shumë e thjeshtë, kjo sepse i gjithë stafi i punës ishte fantastik, le të themi. Të bënin të ndihesh e komod, nuk të vinin në siklet gjithmonë para se të caktonin një detyrë, të pyesnin a do vërtet ti ta bësh këtë gjë, a ndihesh okay për ta bërë këtë gjë. Çdo gjë përshtatesh e kollaj, ishte goxha mirë. Jori? Shiko, sikleti është aty. Se ti vete në një ambient të ri, qoftë në universitet, qoftë në punë, është ai ambient i ri dhe ti shikon ata kolegët e rinj. Ditën e parë të shkollës ke sikletin. Ditën e parë klasë e parë shkollës. Vete aty me mamin të lëshon, ç'a do bëj? Po shiko, a ishin strikte rregullat? Apo si fillim mund të lënë pak më të lirë, që të shohin vërtet potencialin tënd, që të tregosh veten? Strikt në aspektin e kërkesës që ka ndaj teje, po në kuptimin që të ketë dhe një benefit për ty. Po gjëja që mua më pëlqeu më shumë, që doja ta theksoja tek Noa, ishte ambienti ngrohtë, ku ti nuk ndihesh si të thuash të vinte një person që do merrte kredi, se institucion kredidhënie është. Po. Të vinte një person dhe ti të ngelesh në një moment u sigua, ku ç'a do bëj unë tani? Po. Të gjithë aty ishin për njëritet të ndihmonin. Dhe kuptohet që ata e dinin që unë s'ja kisha haberin fare punës. Ç'a do bëja? Edhe ata ishin aty në çdo sekond. Që shiko, Jori, kjo bëhet kështu, kjo bëhet këtu, këto ta bësh kështu. Unë kam një pyetje tjetër që më lindi tani në moment. Cila ka qenë situata më e sikletshme që ke kaluar gjatë internshipit? Nuk e mbaj mend ditën, ishte dark. Ora dark. Dark i thënçin. Ora 5:46, të dyta që s'kishte marrë akoma nata, deri tani një klient. Po kë kishte një javë. Nuk isha vetëm, ishte edhe një kolege tjetër. Okej. Dhe mua më kishte thënë që ky tip i kishte diku te një muaj e resh që vinte. Të mbyll dhe sapet e tija, po ky kishte ajo tap. Edhe kjo tani sa shikon, është ajo skena që ti thjesht sa shikon një person që nuk ta e honep zot fare dhe jeti ku këtu. O pa erdhi ky. Edhe unë tani isha në këmbë, isha veshur me të zeza. Thjesht isha në këmbë, sa kisha mbarë punën time dhe do ikja. Ky tani erdhi dhe kishte ndodhur një incident para disa kohësh. Edhe vetëm pastaj kur më shikon mua kështu o kalmar, oje këta çapo bëhet këtu. Oje. Opa një dale. Ndërkohë më rash. O vlla. Konfidenca zero. Le ti iki thash, nuk jam u për Noan, në fund të bodyguard. Vazhduam ne me Apo vazhdojmë me dikë tjetër. Shiko, ai vazhdoi aty. Kuptohet që ne vërojtëm atë profesionalizmin ton, se sado mos them ndonjë llaf tani për klientin. Ti duhet të bësh atë profesionalizmin tënd. Dhe dua ta specifikoj që secili tip studenti është i ndryshëm, okay?
Dhe në qoftë se ti do shkosh në një punë, kuptoj që ti nuk do ta marrësh atë profesionalizëm që në fillim. Do bësh ato gabimet e tua. Po, normal. Me klientin apo me shefin, me menaxherin e degës. Po. Tani këto gabime i destinojmë që ti bësh, po më bëj tani. Blidhe mendjen, bëj tani këto gabime, nxjerr ato mësime se sa ti bësh më vonë të krijosh ato problemet e mëdha. Ti të teqin nga puna deri në Po. fund. E drejtë. Tani bërë do themi atë shprehjen. Prita se duhet Si të të jemi ta në them? vetësitë. Po do ta them unë shpejt, do ta lexoj unë. Tani ky marrës së foluri do thosh kam një shprehje. A mund të ndërpres ose një gjë e tillë? Okej. Prit. Jeni gati. Tani un kam një shprehje që duhet ta lexoj duke qenë Pa. se përfshim edhe këto që është shumë e rëndësishme edhe mendoj që duhet patjetër thënë. Mark Cuban ka thënë, internshipet janë ndoshta faktori më i rëndësishëm për të përcaktuar suksesin e ardhshëm të profesionistëve të rinj. Aty sheh aplikimet reale të botës së biznesit dhe kupton çfarë duhet për ta arritur. Super shprehje kjo. Po. Atë Keti ka kaleci. sa minuta ka vajt për kuriozitet? 20 duhet të shku. Sa? 20 minuta. 16. Jori ka fol super. Ua, Jori. jam mirë. Dega Jesh këtu. për zotin. Tan, tan, tan. Si duhet zjatet pak Duhet plak. të Se është 16 minuta, imagjinoj ja 3 minuta janë kështu. Çfarë tu fol 16 minuta duket, nuk do rita ta shohë njëri 16 minuta, kupton, kështu që Një pyetje tjetër. a e mbarove ti? Dokumentore të Mbarove Jo, kam një gjë. pyetje, do të kryej një internship tjetër në të ardhmen. Okej, pyetje. Ha, Bëre se një i ke minuta. Një pyetje të fundit që ta mbyllim te këtë podcast. Sa Këtë pak. episod. Apo do thosh dhe ti një shprehje. çfarë shpreh. Gjenja aty do. Do ta lexoj në një bora dhe pastaj do të them që shiko se është kjo, por të një tjetër. Filloj unë. Po. Ta bëjmë dhe qigallat. Sepse na i Japet kanë kronometrimi. kolegës. Më I mirë ta kanë zëri, presi i vet. kanë... Më mirë ta presi vet. Jepini Jo, një mu telefon pëlqeu. një orë ti lutem. Po. Se di si mirë Për dhe çfarë ajo... të mbaj? Kot. Jo, do i çoj unë. Nuk e di si mirë dhe ajo pyetja situata me sikletë. Po ai është vërtet e sikletshme o burr. Po mua pse s'më Po pyet? kanë marroje këta. Ua, e bën dot kata ta pyes në borë? E varja po. E bën dot kat? Do ta çoj këtë telefoni jot. A e bën dot Lidja ta çoj them po bora, që të thotë dhe bora një situatë. Po iqa ato që E vendos. varja po Po ha. klidi që vendos po. E bëjmë, bora, bëjmë. Keni Po, e situatë? Po sa hap Hec se këtu. kalojmë po ha masës. Prit se del Kam fotoja qenë ime, fare prit ai interesit për telefonin. Jepja parë. Është te fundit fare ajo që ka thënë Barack Obama, më që e ka thonë ky, pra ne them Mere lexoj. coverin. Tani jemi ku mbarove ti shprehje. Po. Merë. Okej. Kush ishte? E fundit Mere fare. coverin. Me mërë, bravo. Ha. Si do e lidhim? Lexoj edhe një herë ti. Shefu. Thuaj edhe diçka, edhe do futem Jori unë. Të them dhe unë një shprehje për të ndihmuar shumë nga Ti unë se si o ta them. Bravo. Ha. Price, po da bi gallat. Sa i e zgjat 3 minuta shprehjen. Po da bi gallat, sketi. Ta them dhe herë. Të zep nga dalë. Sigur jam të lëzu prall. Ne jemi duke fol tash dhe ti na ndërpret. Po. Po si ta them më fal. Si zguzet ta të Unë kam gjetur një shprehje thuaj dhe dua ta them këtu për të për të bërë. Okej. Ha. Atëherë unë kam një shprehje në fakt që dua ta lexoj sepse ka të bëjë shumë me temën që kemi folur ne. Po. Mark Cuban ka thënë që internshipet janë ndoshta faktori më i rëndësishëm për të përcaktuar suksesin e ardhshëm të profesionistëve të rinj. Aty sheh aplikimet reale të botës së biznesit dhe kupton çfarë duhet për ta arritur atë. Po shiko, është ajo. Po është edhe një tjetër e këtij miku ton. Po. Të Amerikës. Po. Barack Obama. Hajde na motivo dhe ti Jori. Aftësia më e vlefshme që mund të kesh është gatishmëria për të punuar shumë dhe për të mësuar. Internshipet japi mundësinë për të ndërtuar këto aftësi duke kontribuar në diçka më të madhe. E ka qartë me ka lojë. përgjithë, është shumë lart. Okej, unë kisha dhe një pyetje të fundit që ta mbyllim podcastin siç na ka hije. Dhe pyetja është, a do të kryej një internship tjetër në të ardhmen dhe cila do ishte fusha apo dega që do zgjidhje ta bëje? Tani unë përgjigjen e të parës, po ta jap një pyetje, pse mos ta bëj një internship tjetër?
Okej. Pse mos të marr aftësitë e reja? Pse mos të mësoj gjëra të reja? Pse mos të njoh njerëz? Pse mos të vis networkun tim? Pse mos të vis atë imazhin tim që në të ardhmen kjo do më ndihmoj? Dhe për sa i përket sektorëve, siç e thash, është pjesa e eksplorimit të gjithë gamës së ekonomisë dhe ndoshta diçka tjetër që mund të vlitet, siç mund të jenë fushat e informatikës. Se sa më shumë të dish aq më mirë është. Mbush CV-n tënde, mbush kokën, njeh njerëz dhe jep drejtim pastaj deri në fund. Krijon atë imazhin në të lartë. Njerëz Sepse të tillë ekzistojnë, njerëz të tillë ekzistojnë. sepse fokusi është që ti nesër ditë kur të shkosh aty te puna dhe të aplikosh, të thonë opa këto ta marrim se ky është i Zoti, e bën punën, është njësh. Ke fal. Apo jo. Normalisht. Po nuk na the për çfarë? Për çfarë ku? Në të cilën fush do kishe qef të eksploroje ose të thelloje njohuritë tua? Ndoshta diçka pak më shumë te marketingu, po në aspektin e real estate-it, sektori shitjeve, se mua vetë e kam parë që nuk jam Mos shumë mendon që është shumë e përhapur si gjë? Përse është e përhapur? Ndoshta mund ta bëj më mirë nga të gjithë. Ja e di ti. Se unë gjej shumë persona që kanë këtë si synim. Nuk do thonë, shiko, ndoshta u shpreh unë gabim, jo specifikisht real estate, po sektori shitjeve. Po. Salesman, siç thonë Mhm. në anglisht. Po. Se ti shikon vetën tënde çfarë si shke. Në momentin që ti shikon që je i gojës, ke mundësi që të mbindesh të tjerët, pse mos ta bësh këtë aftësi në punë. Dhe duke krijuar atë internshipin, ti edhe mëson se gabime do bësh, siç e thash. Dhe këtu do preferoja unë dhe besoj të buja do më japi këtë mundësi në gjithë partneritet që ajo ka. Me sa di unë që të kesh një sukses tamam në real estate, nuk është vetëm puna që ti të dish të shesësh. Është dhe puna që ti do dalësh në terren. Do hipësh në çdo kat pallati që çosh ku ka prona të lira. Dhe kam dëgjuar që real estate-et më të suksesshëm janë ata që dalin shumë në terren dhe që eksplorojnë, domethënë, të gjitha pallatet, të gjitha lagjet e mundshme që të gjejnë prona sa më të përshtatshme. Tani punë të vështirë nuk ka. Nuk ka diçka që mos eksplorosh, qoftë fizikisht, qoftë nga interneti, nga Google, Më është. fal, mendoj se do të thoje punë të lehtë nuk ka. Se punë të vështira. Okej. Gjen sa të duash. Okej. Pyetje të mëdha këtu. Ja që ka dhe ngecje. Shiko, ti kërkimet e tua do t'i bësh. Qoftë Po. terren, qoftë internet. Në çdo punë, në qoftë se ti ke një biznes, në qoftë se ti je shitës, apo në qoftë se je pedagog dhe do që të bësh një leksion, kërkimet e tua ti do t'i bësh. Po. Po unë i qëndroj akoma pjesës që provoj të gjitha këto eksperienca sa i ri, Po. gabo sa të mundesh, jo që të bësh gabime fatale, kuptohet, po gabo që të mësosh. Po. Dhe kur të vi ora ti je gati që ta bësh këtë proces pune siç është për tu bërë dhe ti ja bësh rezultatin maksimal. Pa pasur risk mbi supe. Pa pasur risk. Po, është e vërtet. Po gjë pa risk nuk ka. Nuk ka. Nuk ka. Po Bora, Normalisht. do kishe qef të bëj një internship tjetër? Po, do doja të bëja 2-3 internshipe. 20, Për çfarë 30. mund të ishe më interesuar për shembull, tek pjesa e biznesit, tek pjesa e drejtësisë ose ku di unë. Shiko, unë jam e gatshme, kam Nuk është e thënë se ti je- kam qenë Nuk është se ti ke zgjedhur degën e marketingut dhe do jesh e fokusuar vetëm te kjo pjesë. normalisht. Po, unë kam qenë gjithmonë e gatshme të bëj të marr përsipër, të provoj gjëra të reja, çfarëdo që më ofrohet. Nuk është se kam një gjë specifike. Normalisht unë vazhdoj për marketing edhe më interesojnë më shumë internshipet që i përkasin kësaj dege. Po kjo s'do të thotë që unë nëse më ofrohet një internship për financë, nuk do shkoj ta bëj, normalisht që do shkoj ta bëj. A do shohim Borën në të ardhmen si një business trainer ose si një menaxher i suksesshëm? Shpresojmë që po. Edhe Ky është shpresoj që po. qëllimi. Okej, pra mbyllim këtu këtë